Mom? Yes, it is me. Unë quhem Arta. Sot që po ju rrëfej këtë histori, jetoj në luks dhe njerëzit më shohin si një grua të forte të sukseshme. Por pak kush e di se sa ka pikuar gjaku nga shpirti im për të mbërritur deri këtu. Çdo gjë filloi saktësisht 10 vite më parë. Ishim një familje e thjesht nga rrethinat e Elbasanit. Jetonim në një shtëpi të vjetër prej Qerpiçi, ku çatia pikonte sa herë që binte shi dhe ku dimri na futej deri në palc. Babai im kishte ndëruar 10 herët nga një sëmundje e rëndë, duke na lënë pas jo vetëm një dhimbje të madhe, por edhe një mal me borxhe që i kishte marrë për të kuruar. Bara e familjes na mbeti neve. Unë kisha një vëlla më të madh, Sokolin, por Sokoli, megjithse ishte burri i shtëpisë, kishte një karakter të dobët. Sa herë që gjente një punë, thoshte se nuk ishte për të lodhej shpejt, ose rinte rrugëve të fshatit duke u ankuar se fati ishte treguar i pabes me ne. Ndërkohë, borxhlinjt na trokisnin te dera çdo fund muaji. Nëna ime, një grua duarart dhe me një shpirt të madh, punonte tokën e pakët që kishim, lante shtëpitë e botës dhe çepte rroba natë me dritën e një qiriu. Vetëm që ne të kishim një kafshat bukë në tavolinë. Por mosha dhe sëmundjet filluan ta thyenin. Kur e shihja se si dridheshin duart kur mbante gjilpërën dhe se si mbusheshin syt me lot ku nuk kishte çfarë të na shtronte për darkë, diçka brenda meje u thye përgjithmonë. Isha vetëm 20 vjeç. Një mbrëmje, pasi nëna kishte rënë të flinte duke rënkuar nga dhimbjet e kockave, u ula në pragun e shtëpisë. Shikova qiellin dhe i dhash fjalën vetes: unë do t'i jap fund kësaj varfërie. Do të bëj çfarëdo që të duhet, vetëm që nëna ime të mos vuaj më. Një mik i familjes që jetonte në Londër më tregoi për një mundësi për të ikur me vizë pune, por na duheshin shumë para për dokumentet dhe rrugën. Shita të vetmet pajisje që na kishin mbetur nga babai. Mora edhe unë disa borxhe të tjera në emrin tim dhe preva biletën e vetme drejt një bote të panjohur. Ditën e nisjes, shtëpia jon mbante erë trishtim. Sokoli as nuk më shihte në sy, ndoshta nga turpi që një vajzë po merrte rrugët e botës për të mbajtur familjen, ose ndoshta nga mospërfillja. Por nëna ime. Ajo mu afrua te pragu i shtëpisë me një shishe të vogël me ujë në dorë, siç e kërkon tradita tonë, për të më uruar rrugë të mbar. Më mori duart, mi puthi dhe i shtrëngoi pas faqeve të saj të rrudhura. Lotët e saj të nxehtë më pikonin mbi lëkurë. Bi, drita e syve të mi, më tha me zërin që i dridhej nga dënese. Rruga e botës është e egër dhe e rrezikshme për një vajzë të vetme. Do të jesh mes të huajve, pa askënd që të dalë Zot nëse sëmuresh apo nëse të lëndojnë. Nëse nuk mundesh, kthehu mbrapsht. Unë ha edhe bukë e krip, vetëm ty të kem shëndoshe mirë. Unë e shtrëngova fort, i fshiva lotët me skajin e shamisë së saj dhe i thash fjale që do të mbeteshin të gdhendura në muret e asaj shtëpie. Nën, dëgjo mua. Unë po i ki që ti të mos punosh më kur. Po i ki që vëllai të mos i mungoj asgjë dhe që borxhet e babait të lahen një herë e mirë. Të premtoj te ky prag shtëpie. Do të bëhem e pasur, do të punoj ditë e natë dhe do të kthehem të marr me vete për të trajtuar si një mbretëresh. Theva kokën pas vetëm një herë për ta parë duke hedhur ujin pas hapave të mi. Dhe unë rrita në atë autobus që do të më çonte drejt aeroportit. Kur zbarkova në Londër, realiteti më përplasi me fytyrë pas murit. Nuk dija as gjuhën mirë, nuk njihja askënd dhe moti i ftohte me mjegull i anglisë duke sikur pasqyronte vetminë e shpirtit tim. Ditët e para flija në një dhomë të ftohtë me 5 vajza të tjera të huaja, mbi një dyshek në dysheme. Fillova punën më të rëndë që mund të ekzistonte. Pastroja zyra e restorante që nga ora 5 e mëngjesit deri në mesnatë. Duart më gjakoseshin nga klori dhe produktet e forta kimike. Çdo natë kur kthehesha në dhomë, çaja në heshtje në një organ që të mos më dëgjonin të tjerat, sepse trupi më dëbente nga lodhja. Por sa herë që më vjen mendja të dorëzohesha, shikoja fotografinë e nënës sime që e mbaja në një jastëk. Sytë e saj më jepnin forcë. Me kalimin e muajve dhe të viteve, unë nuk pranoja asnjë ditë pushim. Ndërsa vajzat e tjera të moshës si me blinin rroba të shtrenjta dhe dilnin të argëtoheshin, unë llogarisja çdo paun. Haja vetëm bukë me djath, vetëm që çdo qindark që fitoja t'ia dërgoja Sokolit në Shqipëri me anë të Eastern Union. Muajin e parë i dërgova 1000 paun, muajin e dytë 1500, dhe me kalimin e kohës shumat u bën akoma më të mëdha. Puna ime e palodhur ra në sy të një pronari të madh anglez, i cili vlerësoi ndershmërinë dhe vullnetin tim. Ai më mori në menaxhimin e kompanisë së tij të pastrimit dhe më vonë, kur ai doli në pension, unë e bleva atë biznes. Pas 7 vitesh në mërgim, unë isha bërë pronare disa kompanive dhe kisha bler disa apartamente në Londër. Isha bërë milionere.
Por pavarësisht parave të shumta që kisha në llogari, unë mbeta e njëjta Arta e thjesht. Çdo javë telefonoja Sokolin. E pyesja gjithmonë, Sokol vëlla, si është nëna? A i keni bler ilaçet? A filluat punimet për shtëpinë e re që ju dërgova parat? Dhe Sokoli me një zë të ëmbël që sot më duket si zëri i djallit më përgjigjej. Arta, motra ime Art, mos u bëj merak fare. Shtëpinë e kemi bërë vil me 3 kate, më të bukurën në fshat. Nënën e kemi dërguar te mjekët më të mirë, asgjë nuk i mungon. Ajo ri në koltuk, shikon televizor dhe vetëm lutet për ty. Je krenaria jon. Unë qaja nga gëzimi në anën tjetër të telefonit. Mendoja se sakrifica ime e kishte kryer misionin. Mendoja se nëna ime më në fund po jetonte ditët e saj më të bukura, e rrethuar nga luksi dhe rehatia që unë po paguaja me gjake me djers. Sa herë që flisja me të në telefon, zëri i saj më dëgjohej i lodhur dhe i dobët. Por unë mendoja se ishte thjesht mosha. Ajo kur nuk ankohej, vetëm më thoshte: "Bi, paç bekimin e nënës në çdo hap që hedh." Kështu kaluan 10 vite. 10 vite pa e para të fytyr, 10 vite pa ja ndjer erën. Dhe pikërisht në përvjetorin e 10 të largimit tim, vendosa se kishte ardhur koha të kthehesha në shtëpi. Vendosa të kthehesha pa i lajmëruar, për t'i bërë surprizën më të madhe të jetës. Doja të hyna në atë vil të re që kisha paguar vetë, të hidhesha në krahët e nënës sime dhe t'i thosha: "Nën, ja dolëm. Vajza jote u kthye si fitimtare." Por, o Zot, sikur ta dija se çfarë meri po më priste në rrugët e atij qyteti, nuk do të kisha dashur kur që ajo ditë të agonte, ditën që preva biletën e kthimit për në Shqipëri. Ndjeva një lumturi që nuk e kisha përjetuar kur gjatë atyre 10 viteve në mërgim. Në valixhe nuk kisha thjesht rroba dhe dhurata të shtrenjta për nënën dhe vëllain tim. Kisha një jetë të tërë sakrificash që më në fund po kthehej në triumf. Në çantën tim të dorës mbaja dokumentet e një apartamenti luksoz që kisha bler në qendër të qytetit dhe planet e një biznesi të ri që do të hapja aty, në mënyrë që të mos largohesha më kurrë nga nëna ime. Kur avioni u ul në aeroportin e Rinasit, ajri i atij mëngjesi mu duk sikur më shëroi çdo plagë të vjetër të shpirtit. Vendosa të mos merrja taksi, por morva me qira një makinë të re luksoze, një nga ato që vëllai im, Sokoli, i shihte vetëm në revista. Doja që nëna ime të më shihte të realizuar, të kuptonte që vajza e saj e vogël, e cila kishte ikur me një çantë shpine dhe me lot në sy, po kthehej si një zonjë e vërtet që mund t'i ofronte botën. Rruga nga Tirana drejt Elbasanit mu duk sikur zgjati një amshim. Çdo kthes, çdo pemë, çdo tabel rruge më afronte me shtëpinë, me atë prag ku kisha lënë premtimin tim. Megjithatë, sapo ju afrova qytetit, moti ndryshoi papritur. Qielli u zymtua dhe filloi të bjerë një shi ftohtë vjeshte. Nga ishi imët e i dendur që depërton deri në palc dhe t'i ngrin kockat. Rrugët e qytetit u bllokuan nga trafiku i dendur i mesditës. Ndalova makinën te një semafor i madh në qendër, ku rruga ishte mbushur me ujë. Ndërsa prisja që drita të bëhej e gjelbër, fillova të shikoja njerëzit që nxitonin nëpër trotuare me çadra në duar. Por vëmendjen me tërhoqi një figurë që lëvizte me vështirësi mes makinave në mes të rrugës. Ishte një grua shumë e moshuar. Kishte veshur një triko të vjetër të leshtë, të hollë dhe plot arnime, e cila ishte qullur plotësisht nga shiu dhe i ngjitej pas trupit të saj të hollë e të krusur. Në kokë mbante një shami të zezë, të lidhur keq, nga e cila pikonin pikat e ujit mbi fytyrën e saj. Ajo grua po kalonte nga njëra makinë te tjetra. Me duar që i dridheshin tmerrësisht nga i ftohti, ajo trokiste lehtë në xhamat e makinave të shtrenjta, duke zgjatur dorën për të kërkuar ndonjë monedhë apo ndonjë kafshat bukë. Disa shoferas nuk e shikonin, disa të tjerë i bënin me shenjë me nervozizëm që të largohej, ndërsa ajo thjesht uli kokën dhe vazhdoi të ecte përmes ujit dhe baltës së rrugës. Zemra ime u coptua si grua dhe si njeri. Varfëria është një plagë që unë e njihja mirë dhe nuk mund të qëndroja indiferente. O Zot, mendova me vete, si mund ta lën këtë nën të moshuar jashtë në këtë të ftohtë? Ku janë fëmijët e saj? Si nuk ka askush mëshirë për të? Mora portofolin, nxora një kartmonedhë të madhe dhe u bëra gati të ulin xhamin e makinës sime kur ajo të afrohej. Plaka e shkret, duke ecur me hapa të ngadalt, mbërriti përballë derës sime. Ajo zgjati dorën e saj të ngrirë drejt xhamit të zi të makinës luksoze. Unë shtypa butonin dhe xhami filloi të ulej ngadalë. Drita e zymte asaj dite dhe ndriçimi i semaforit ran direkt mbi fytyrën e saj. Kur xhami u plotësisht dhe unë pash sytë e saj të lodhur, sytë mbytur në lote të rrethuar nga rrudhat e thella të vuajtjes, mua më ndaloi rrahja e zemrës. Fryma më mbeti në fyt dhe portofoli më ra nga dora mbi dyshemen e makinës. Bota rreth meje u hesht plotësisht. Nuk dëgjoja më zhurmën e makinave, as borit e as shpërthimet e shiut.
Ajo grua që po lypte në mes të rrugës, në mes të shiut dhe të ftohtit. Ajo lypse që njerëzit e shihnin me përbuzje dhe që po dridhej si thupër për disa qindarka ishte nëna ime. Ishte nëna ime e shtrenjtë. Ajo që vëllai im më thoshte se jetonte si mbretëresh në një vilë luksoze. Për disa sekonda, truri im refuzoi ta besonte atë që po shihte. Mendova se mos isha çmendur nga malli, apo mos ishte ndonjë makth i tmerrshëm nga i cili do të zgjohesha sa të hapja syt. Por jo. Sytë e asaj plake ishin të njëjtët sy që më kishin përcjell 10 vite më parë te pragu i shtëpisë. Ishin sytë e nënës sime. Hapa derën e makinës me nxitim, pa parë se po lëviznin makina të tjera. Dola jashtë në mes të rrugës, në mes të asaj balte dhe shiut të ftohtë. Kur këmbët e mia prekën asfaltin e lagur, fillova të bërtisja me sa zë kisha në kokë, me një zë që nuk ngjante më me timin. Nën, o nën, çfarë bën këtu? Nëna ime u drodh kur dëgjoi zërin tim. Ajo u kthye ngadalë, fshiu ujin e shiut nga sytë e saj të lodhur dhe më shikoi. Kur më njohu fytyrën, kur pa që përballë saj ishte Arta, vajza e saj e vogël që kishte 10 vite pa e parë. Asaj i ra nga dora ato pak monedha që kishte mbledhur me aq mundim. Monedhat u shpërndan në përpellgjet me ujë të rrugës, por asaj nuk i interesonte më asgjë. Arta bi drita e syve të mi. Je vërtet ti, pëshpëriti ajo me një zë që mezi doli nga buzët e saj të thata dhe të nxira nga i ftohti. Trupi i saj nuk mbajti më. Ajo filloi të rrëzohej, por unë vrapova dhe e kapa në krah përpara se të prekte trotuarin. U ula në gjunjë në mes të rrugës, duke shtrënguar fort pas gjoksit tim. Rrobat e mia të shtrenjta u bën me balt, por unë nuk shihja gjë tjetër veç saj. Trupi i saj peshonte aq pak ishte bërë e lëkur, e krusur dhe e pafuqishme. Ajo po qante me dënese mbi supin tim, duke më prekur fytyrën me ato duart e saj të ngrira si akulli, sikur donte të sigurohej që nuk isha një fantazm. Borit e makinave pas nesh filluan të bien me zhurmë, por unë u bërtita me tërë forcën që të mbyllnin gojen. Disa kalimtar ndaluan në trotuar, të habitur nga skena e një vajze të pasur që po qante mbi një lypse në mes të shiut. Me shumë vështirësi e ngrita nënën pesh, e futa brenda në makinën time dhe i ndezha ngrohjen në maksimum. Mora një batanie të ngrohtë që kisha në bagazh dhe ja hodha mbi supe, ndërsa vet po qaja me dënese, duke mos e mbajtur dot veten. Nën, të lutem më trego çfarë ka ndodhur, e pyeta duke i fshirë flokët e lagur që i kishin rënë mbi ballë. Ku janë paratë që të dërgoja çdo muaj? Unë të kam nisur qindra mijëra euro për 10 vite. Ku është shtëpia e re? Se je në rrugë duke lypur në këtë të ftohtë, kur Sokoli më thoshte se po jeton si një mbretëresh, nëna uli kokën e turpëruar. Lotët e saj të nxehtë pikonin mbi batanien e re. Ajo filloi të fliste me një zë të këputur, dhe çdo fjalë e saj ishte një thikë që më shponte direkt në zemër. Bi o drita ime, tha ajo duke më shtrënguar dorën. Ti nuk ke asnjë faj, ti ke bërë të pamundurën për ne, por unë nuk kam parë asnjë qindark nga ato para. Sokoli vëllai i yt pasi fillove t'i dërgoje shumat e mëdha, ndryshoi krejtësisht. Ai gjeti një vajzë të pasur nga qyteti, u martua me të dhe paratë e tua i përdori të gjitha për të bërë një dasmë luksoze, për të blerë makina të shtrenjta dhe për të hapur biznese në emër të nuses së tij. Shtëpinë e vjetër e prishi dhe ndërtoi një vilë të madhe me 3 kate. Nëna bëri një pauzë dhe sytë e saj u mbytën përsëri në lot. Por para 2 vitesh, sapo përfundoi vila, nusja e tij tha se nuk donte të jetonte në një shtëpi me një plak të sëmurë dhe katandisur. Sokoli, në vend që të më mbronte mua, i besoi asaj. Një natë, ata mi mblodhen ato pak rroba që kisha në një qese plastike dhe më nxorën jashtë nga porta. Sokoli më tha, Arta në Angli ka krijuar jetën e saj. U martua me një të huaj dhe nuk dërgon më asnjë lek për ty. Ne nuk kemi mundësi të të mbajmë. Më lanë në rrugë, bi. Më thanë që ti më ke harruar. Për të paguar një dhomë të vogël në periferi dhe për të blerë një kafshat buke ilaçet e tensionit, unë u detyrova të dilja këtu te ky semafor çdo ditë, pa i treguar askujt. Kur dëgjova këto fjalë, diçka brenda meje vdiq përgjithmonë. Çdo natë që unë kisha punuar me kuristë të thyer në Londër, çdo paun që kisha kursyer duke ngrënë vetëm buke djath, çdo lot që kisha derdhur në vetmi, të gjitha kishin shkuar për të ushqyer një gjarë për në xhi. Vëllai im i vetëm kishte përdorur gjakun tim për t'u bërë pasanik, dhe kishte hedhur nënën tonë në rrugë duke gënjyer se unë e kisha harruar. Në atë moment, dhimbja ime e madhe u kthye në një tërbim të papërmbajtshëm. Syt mu veshën me gjak. E shtrëngova nënën dhe i thash me një zë të prerë dhe të fortë si qeliku. Nën, dëgjo mua. Fshi lotët një herë e mirë. Vajza jote nuk të ka harruar kur. Sot mbaron varfëria dhe vuajtja jote. Dhe sot fillon dëshkimi për ata që të bën këtë tmerr. Gjëja e parë që bëra ishte sigurimi i nënës sime.
E dërgova në hotelin më të mirë dhe më të shtrenjtë të qytetit. Thira një mjek privat që ta ekzaminonte menjëherë. Porosita rroba të reja të ngrohta dhe ushqimin më të mirë. Kur e pash që ushtrua në atë krevat të ngrohtë dhe mjeku më tha se ishte thjesht e lodhur dhe e ftohur, shpirti i mu qetësua pak. U ula pranë saj, i putha dorën dhe i përshpërita, "Nën, pushto pak. Vajza jote po shkon të marr hakun tënd. Mos u bëj merak për asgjë." Dola nga hoteli dhe hyra në makinë. Sytë më digjnin nga tërbyerja. Kam vozitur drejt fshatit ton të vjetër, por rrugën e njihja përmendsh. Kur u afrova te vendi ku dikur ndodhe shtëpia jone vogël prej qerpiçi, mbeta pa frym. Aty tani ngrihej një vilë gjigante me 3 kate, e rrethuar me mure të larta guri, me drita moderne dhe me 2 makina të shtrenjta të parkuara në obor. Ishte një pallat i vërtet, i ndërtuar mbi çdo paun që unë kisha fituar duke fshirë 2 shemete të huajve në Londër. Nuk ndalova as të hapja portën si njeri i rregull. E shtyva portën e hekurt me forcë dhe hyra me makinë brenda në obor, duke frenuar me zhurmë të madhe. Nga zhurma e gomave, dera kryesore e vilës u hap. Nga aty doli vëllai im, Sokoli. Ishte i veshur me rroba firme, mbante një orë të shtrenjtë në dorë dhe dukej mjaft i majmur nga jeta e mirë. Pas tij doli edhe nusja e tij, një grua me thonjë të gjatë të kuruar, e veshur me rroba luksoze, e cila më shikoi me përbuzje dhe pyeti me zë të lartë: "Kush jeni ju që hyni kështu në pronën tonë?" Sokoli mbylli syt, i fshiu një 2 herë sikur po shihte një fantazm. Kur më njohu, fytyra e tij u zverdh plotësisht, sikur t'i kishte ikur gjaku nga trupi. Buzët filluan t'i dridheshin. "Arta!" "Motri e ti," tha ai me një zë të mbytur, duke u munduar të bënte disa hapa drejt meje me një buzëqeshje të shtirë. "Kur erdhe? Pse nuk na tregove? O Zot, sa qenë ke rritur e sa qenë ke bërë zonje." Eca drejt tij me hapa të rënd. Kur mu afrua për të më përqafuar, unë nuk prita as një sekond. E ngrita dorën dhe e godita me sa fuqi kisha me një shpull në fytyrë, sa që ai u zmbraps një 2 hapa pas dhe përpak sa nuk u rrëzua mbi lulet e oborit. Nusja e tij filloi të bërtiste si e çmendur. "Çfarë bën moj? Je në vete? Kush e ti që vjen këtu dhe godet burrin tim në shtëpinë tonë?" "Sokol, thirr policin." Unë u kthye nga ajo me një vështrim aq të egër, sa që ajo mbylli gojën me një herë dhe bëri një hap pas nga frika. "Shtëpnia juaj, prona juaj, bërtita me një zë që të meroj tër lagjen. Kjo shtëpi është ndërtuar me gjakun tim, me rinin time që unë e shita në Angli, me duart e mia që u kalbën nga klori duke larë tualetet e botës që ky dështak këtu të bëhej zotëri." U kthye përsëri nga Sokoli, i cili po mbante dorën te faqja e skuqur dhe mbante kokën ulur, pa guxim të më shihte në sy. "Sokol, si munde," i thash dhe lotët e zemërimit më rodhën vetvetiu. Unë të besoja më shumë se veten. Çdo muaj të nisja mira pa unë me porosin që të kujdeseshe për nënën. "Dhe ti çfarë bëre? Ke marrë një grua që të paska komanduar shpirtin dhe e ke nxjerrë nënën tonë, plakën e sëmurë në mes të 4 rrugëve? E ke lënë të lypte semafori në mes të shiut dhe të ftohtit, duke e gënjyer se unë e kam harruar?" Sokoli filloi të belbëzonte gënjeshtra. "Arta motër, të lutem, nuk është ashtu siç të ka thënë ajo. Ajo është plak, ka filluar të harroj." Nuk merr vesh, ne u grindëm pak dhe ajo iku vet. Mbylle gojën, maskara, u lërita duke nxjerrë nga çanta e dorës një dosje të madhe me dokumente. "Ka marrë çdo faturë të Eastern Union, çdo deklaratë bankare të 10 viteve të fundit, të gjitha pronat, të gjitha transferta që ke bërë në emër të nusës sate për të blerë këto makina dhe për të hapur ato biznese. Jam bërë me kodet dhe paratë e mia. Ju menduat se unë isha larg dhe nuk do të merrja vesh gjë kurrë, por Zoti është i madh. Sot ju doli gënjeshtra në dritë, dhe unë ju premtoj se që nga kjo minutë ju do të paguani për çdo pikë loti që ka derdhur nëna ime në trotuaret e atij qyteti. Unë nuk humba asnjë sekond me fjalë të kota apo me debate që nuk çonin asgjëkun. Që të nesërmen në mëngjes angazhova zyrat më të mira të avokatisë dhe ekspertët më të fuqishëm financiar në Shqipëri. Meqense të gjitha dërgesat e parave ndër vite ishin të dokumentuara me emrin tim, me kodet e mia dhe me shënimet e sakta se ato para dërgoheshin për kujdesin ndaj nënës dhe investimin familjar, ligji ishte në anën time. Çdo biznes që Sokoli kishte hapur në emër të nusës dhe çdo llogari bankare u bllokuan brenda pak ditësh nga gjykata për mashtrim dhe përvetësim të paligjshëm. Vila me 3 kate e ndërtuar mbi lotët e nënës sime u regjistrua ligjërisht në emrin tim. Ditën kur vendimi i gjykatës doli dhe përmbaruesit shkuan te porta, unë isha aty. Sokoli dhe nusja e tij krenare u detyruan t'i mblidhnin rrobat e tyre në të njëjta qese plastike me të cilat 2 vite më parë kishin nxjerrë nënën tonë. Fati u ktheu mbrapsht eksaktësisht të njëjtën monedhë. Nusja e tij po çante e po bërtiste,
ndërsa Sokoli ra në gjunjë përpara meje në obor, duke më kapur nga këmbët e duke më kërkuar falje me lot në sy. Arta, të lutem, mos më le në rrugë. Jam vëllai yt, kemi të njëjtin gjak. Më fal, bëra gabim që dëgjova fjalët e huaja. Unë e shikove nga lart, ja largova duart nga këmbët e mia dhe i thash fjalë që do t'i mbeteshin në ndërgjegje për tërë jetën. Kush shkel mbi nënën e vet që e bëri kokën? Kush e la atë të lyp në rrugë për të kënaqur nusen? Ai nuk ka më motër, nuk ka më familje dhe për mua nuk ka më gjak. Ti e nxore nënën në shi, prandaj sot shko dhe jeto vet në shi. U ktheva krahët dhe mbylla atë portë të madhe hekuri pas tyre, duke mos i parë më kurrë. E shitra atë vil të mallkuar. Nuk doja që as unë dhe as nëna ime të jetonim në një vend që mbante erë tradhti. Me ato para dhe me pasurinë time, e mora nënën dhe u shpërngulëm në një apartament të madh, të ngrohtë dhe me pamje nga deti në një nga zonat më të bukura e të qeta. Unë nuk u ktheva më kurrë në Angli për të jetuar. E shitra biznesin tim atje dhe të gjitha kapitaleve u solla në Shqipëri, duke hapur një kompani të madhe që sot punson qindra njerëz. Por suksesi më i madh nuk janë parat, as bizneset dhe as makinat luksoze. Suksesi më i madh është kur zgjohem në mëngjes dhe shoh nënën time të veshur pastër, të ngrohtë, duke pirë kafe në balkon me një buzëqeshje që nuk ja kisha parë që nga fëmijëria ime. Ajo nuk e mban më kokën ulur në trotuar për të mbledhur monedha nga mëshira e të tjerëve, por e mban kokën lart, krenare për vajzën e saj që i ktheu dinjitetin dhe jetën. Kjo histori që po ju rrëfej sot, le të jetë një mesazh i madh për çdo shqiptar në mërgim dhe për çdo fëmijë në këtë botë. Mund të fitoni gjithë pasurinë e kësaj toke, mund të bëheni milioner dhe zotërinj, por nëse harroni nënën dhe babain që u rritën me gjake me sakrifica, nëse lejoni që dikush t'i lëndojë ata, ju jeni njerëzit më të varfër dhe më të dështuar mbi këtë tokë. Pasuria shkon e vjen, por prindërit janë vetëm një herë në jetë.